Në një telefonat të zhvilluar pas fitores së tij në zgjedhje, kryeministri kanadez Mark Carney dhe presidenti amerikan Donald Trump diskutuan mundësitë për forcimin e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Bisedimet e ardhshme do të përqendrohen në krijimin e një marrëdhënie të re, e cila do të përfshijë përpjekje të përbashkëta për të adresuar çështje të ndryshme ekonomike dhe tregtare. Zyra e kryeministrit të Kanadas theksoi se të dy liderët u pajtuan për rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë dhe sovranitetit të dy vendeve, si dhe për nevojën për një bashkëpunim të ngushtë në sfidat globale. Ndërkohë, një çështje e diskutuar gjatë fushatës, tarifat tregtare, pritet të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme, pasi Carney ka nevojë për mbështetje nga partitë e tjera për të formuar qeverinë dhe për të kaluar legjislacionin që mund të ndikojë në marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje mund të ketë pasoja të rëndësishme për ekonominë e dy vendeve, duke ofruar mundësi të reja për bashkëpunim në sektor kyç si tregtia, energjia dhe investime. Pas bisedimeve të para, mund të shqyrtohen edhe mundësitë për një rritje të shkëmbimeve tregtare dhe rregulloreve të përbashkëta që mund të ndihmojnë në zhvillimin e mëtejshëm të lidhjeve ekonomike.